po na braktisin shkollën. Cilat janë pasojat direkte afatshkurtra dhe afatmesme të kësaj bjerrje të universiteteve? Nga universitetet të tregu punës. Katastrofike. Ne kemi humbur shpresëm që ky vend mund bëhet tek të rinj. Së dyti kemi humbur një gjë shumë të madhe. Atë që quhet meritokracia, pra si do eci në karrierë. Dy mundësi ke të ecësh në karrierë. O do zeqinizohesh, ose do jesh pjesë e patronazhimit. Tjetër mundësi nuk ke. Në aspektin e asaj që thatë juve, mjafton të shikosh me kujdes në mes të Tiranës. Në ç'kuptim, në urgjencën e Tiranës, nga 10 vende që u hapën për mjek, vetëm 6 konkuruan. Pra imagjino, ti ke më pak konkurrent se sa ke kërkesa. Dhe në këto kushte ne mund të rekrutojmë edhe njerëz që janë të paaftë. Sepse s'kemi. Kemi një seri mësuesish, në qoftë se ju kujtohet në një bisedë që kemi bërë, jo më lart se në fshatrat e afërta të Durrësit, drejtoria rajonale nuk gjente dot një mësues të frëngjishtes. E imagjinoni dot pra në Durrës, në një vend në zonën ku jemi në një vend ku duhet ishte i zhvilluar ekonomikisht, ku nuk duhet kishte probleme të komunikacionit, të rrugëve, të infrastrukturës, të pagës e kështu me radhë. Pra ne i kemi humbur tani këto. Ne s'kemi më mësues jo vetëm në zona, se shumica thonë në zonat e thella. Ne nuk kemi mësues as në mes të Tiranës. Le zonat e thella. Ne në mes të Tiranës nuk kemi. Në një gjimnaz fare të njohur, Flavio, ka filluar mësuesi në mes të Tiranës, kur them në mes fare të Tiranës, ka filluar mësuesi matematikës 3 javë me vonesë. Sepse nuk gjendej. Nuk gjendej. Tani nuk po gjendem edhe mësues të gjuhë letërsisë. Tani nuk po gjendem edhe mësues të histori gjeografisë, se këta që janë të shkencave të natyrës janë specie në zhdukje. Pra ne po humbasim përfundimisht, po humbasim mundësinë që të rrisim një brez të edukuar dhe të mirë shkolluar dhe përpasoj do të humbasim shumë shpejt, siç kemi diskutuar bashkë, jo vetëm në rajon konkurrencën, por ne do të humbasim edhe brenda vendit. Pra s'do kemi brenda vendit, pa ne në rajon. Dhe presim ne të antarësojmë në BE me cilat burime njerëzore? Kush janë burimet njerëzore që do antarësojmë në BE? Se BE-ja nuk të antarëson me ta ashtu quhet veteran. Dhe me yllin e lapidarve që restaurohen. Ta antarëson me burime njerëzore, të cilat do din të thithin ato që quhen investime nga jashtë, të thithin projekte të rëndësishme, projekte të cilat nuk kanë për qëllim të tjetërsojnë tokën, vendin, natyrën, rajonin e tjere, por ta mbrojnë, ta zhvillojnë dhe ta përputhin atë në interesin e komunitetit, ne këto nuk i kemi. Ne për ditë po shohim në pallatet tona, të për ditë ju po shikoni, edhe kolegët tuaj, edhe shokët tuaj që po ikin. Dhe po ikin nga ky vend më keq se nga Siria, në Libania apo në Palestina. Që s'është e nevojshme. Ne kemi një shpopullim të atill ku sipas statistikave ne na zbrazet një qytet si Saranda, si Pogradeci. Megjithatë, ka një aspekt interesant, zoti Mehmeti. Qeveria i mohon të gjitha këto ndikime që ju thoni, mirë po çdo vit, në çdo fillim viti shkollor apo në çdo ushtrim të kurrikulës së zakonshme, shohim përpjekje të dëshpëruara për të përshtatur me realitetin, shkolla të braktisura, godina që janë ngjajnë me kështu filma horror, fantazm, me gjëra të tmerrshme për të parë, sidomos e fundit që pash ishte shkolla në Qeparo, që ishte pak paradoksale se ishte rikonstruktuar, por ndërkohë ishte dhe braktisur, ishte njëkohësisht dhe e re, duke si fantazma e një vajze të re, ishte pak makabër kështu. Duke si film tamam film horror. Kur ka një moment që le të themi situata bëhet kritike në nivel menaxhimi, flas për Tiranën, paktën dhe për qytetet e mëdha. Po të shikosh në Cilat janë simptomat? Po janë dhënë ato, vetëm si dëgjon njeri. Rreth rrotull Tiranës, në rrethinat e Tiranës jo shumë larg, Flavio, ne kemi klasat më të shumta kolektive në gjithë Republikën e Shqipërisë. Është çudi, njerëzit nuk e dinë.
Klasa kolektive. Po, nga rreth 33.000 që kemi ne në nxënës të klasa kolektive, mbi 15.000 janë në rrotull Tiranës. Në qarkun e Tiranës. Dhe kur them në qarkun e Tiranës, flas këtu përreth qytetit që kemi neve. Pra po të shkosh një çik më tutje Freskut, po të shkosh një çik më tutje Kamzës, po të shkosh një çik më tutje Paskuqanit, etj, i gjen, po të shkosh një çik më tutje Tegut, pra në zonat Petrel, Klojk, etj që të vesh, i gjen aty. I Bemerad i gjen aty. Allaman, pra ka disa fshatra që këta asemri si ja din. Asemri nuk ja din. Sa i takon asaj që thatë juve, këtu shkollat nuk bëhen nuk rekonstruktohen se shkollat ka nevojë për shkolla. Ate ka nevojë për para. Se ne bëjmë rekonstruksione, ke dëgjuar që ti qeverin thot për shembull që ne kemi futur kaq laborator kimie, fizike, biologjie, ke dëgjuar që qeverin të thotë që kaq nga nxënësit tanë kanë dalë fitues të këto olimpiada? Pra ne nuk flasim shkurt për cilësinë. Ne flasim për sasinë e shkollave që janë rekonstruktuar, të cilat në fund janë përfitime maramëndse të atyre që bëjnë rekonstruksionin së bashku me qeveritarët. Pse? Sepse dikur bëheshin shkolla me 450 milion lekë të vjetra, sot shkollat bëhen me 4 milion euro. Pra 4 milion euro. A thua se shtrohen me gur Zvarovski shkollat. Dhe është një tmerr. Ta mendosh një grabitje në kurizë të asaj që quhet dije. Nuk flet njeri. Pa le pastaj gënjestrën e madhe të ministres së arsimit, që rrogat mesatare janë 950 euro dhe shkojnë deri në 1200 euro. Gënjen për të parën, ka të drejtë për të dytën, se marrin vetëm drejtorët e shkollës. Po dhe kjo është gjysma e vërtet. Drejtorët e shkollës marrin 1200 euro, marrin më shumë se një doktor shkencash në Shqipëri, në mënyrë paradoksale, nuk e di kush e ka vënë këtë hierarki, ndërsa mësuesit e shkollës, jo më larg se pas deklaratës së ministres, një mësues nga Korça, i një gjimnazi shumë të rëndësishëm, më mori dhe më tha, profesori nderuar, unë do dal në pension dhe aktualisht, një vit e gjysmë para se dal në pension, marr 862.000 lekë të vjetra. Ku janë të? Në dorë. Ku janë këto rrogat 950 euro? Ku janë? Me këtë tallet, me këtë gënjen. Le të shtojmë pastaj faktin grave që mësuesit janë bërë shkecaxhinj. Ti shtojmë faktin që ata janë në terror çdo 2 vjet, se kemi zgjedhjen. U kërkohet ku e ka numrin e telefonit vllai, ku qëndron vllai në Gjermani, çfarë adrese, se mos ka ndryshuar adresën nga votimi i fundit atje. A është i sigurt që do na përgjigjet po ta marrim në telefon atje, ose merret ti në telefon dhe na thuaj dhe na lë takimin etj. Pra, kjo është situata. Ne nuk kemi investuar asnjë gjë në shkollë, jemi munduar të ecim në mënyrë të qorazi. Ajo që tha aty kurrikul e kemi marrë nga jashtë dhe kjo ka përfitimet e veta. Tani do ta ndryshojmë se pra ka përfitimet e veta për ta rikthyer edhe një në kujtesën e dëgjuesve tuaj se ne unë kam pasur fatin që me ju të kem qenë disa herë i ftuar dhe ju keni qenë shumë të vëmendshëm ndaj arsimit. Tregu i librit i cili pritet të ndryshojë përsëri shkon në 37 deri në 45 milion euro. Dhe bëhet për këtë, nuk bëhet që fëmijët tanë të mësojnë më mirë, sepse po të ishte që fëmijët tanë do mësonin më mirë, atëherë duhet kishte një studim që të na thoshte cilat janë defektet apo problematikat që shfaqi e ashtu quajtura kurrikul që erdhi nga Anglia, me të cilën kryeministri i Republikës u mbur, që fëmijët tanë do jenë si fëmijët evropianë. Fëmijët tanë e kemi diskutuar bashkë. A kemi gjë bashkë për Pizan? Sigurisht. Edhe një televizion tjetër? Fëmijët tanë janë njësoj me fëmijët e Palestinit dhe Xhamajkës. Ne nuk kemi gjë me ata. Po nuk mundet ne të jemi njësoj me ata. Sepse si jemi as të luftë, as kemi traditat e tyre, as problematikat e tyre, e tjera. Ne jemi njësoj, kemi diskutuar këto. Bile ata janë pak më mirë në disa aspekte. Dhe kjo është e tmerrshme. Atëherë për çfarë duan të rinë?
Pse duhet që të rinë në Shqipëri? A ka ndonjë vend tjetër që ka përjetuar këtë nivel eksodi në arsim? Zero. Asnjë. Vendet, po të kemi ndonjë që të dim të marrim në mas të ngjajmë diku? Jo, sepse i kanë marrë masat ata, Flavio. Thoshte, në qofse e shikon me kujdes studimin, thot, nëse ne kemi një shtesë neto negative, që do thot që ikin më shumë se vinë, në vendet e tjera, thot, Bullgari, Rumani, Serbi, Estoni dhe Lituani, këto janë vende që e kanë shtesë pozitive, shtesë neto pozitive, që do thot atë janë rikthyer më shumë. Pse? Sepse së pari atje janë vendosur disa masa që kanë ndihmuar ato startupet që dëgjohet këtu, kanë ndihmuar të rinë, qoftë në pagesa, qoftë në mbështetje për bizneset e tyre, për kredit që janë dhënë. Shiko, Flavio, ju e keni prekur këtë, po dhe televizionet e tjera. Këtu që të marrësh atë që takon, pra ti je student ekselent, të marrësh atë bursën që takon, madje edhe për ata që janë familje në nevojë, e dikur shtirohet bursa në mars. Kur ti ato lekë që do t'i marrësh, do t'i japësh se i ke marrë borxh, që ke mbajtur veten. E kuptoj. I ke marrë borxh. Dhe po të shkojmë që a ka një rast të tillë, po ju them një rast që është turp që ne ta përmendim. Një krevat në godinat e universitetit tonë, se nuk quhen në kampus ajo, po në fjetinat e universitetit tonë kushton nga 5.000 lekë deri në 8.000 lekë të reja në muaj. E dini ju që në Kosovë është zero tarifa? Po. Është zero. Zero. Jo kaq, po do thoni ju çfarë është kaq. Po kaq morzotri është 10 muaj. Herë 8.000 lekë i thon 80.000 lekë, 800.000 lekë të vjetra. Po. Në 800.000 lekë të vjetra janë 2 vjetë tarifë studimore. Se kështu bëhen llogarit në shtëpi. Sigurisht. Bëhen të thjeshta llogarit. Mi po dikut që ha avjar dhe pi verë 10.000 lekë dhe ha avjar të Volgës dhe u thonë personalisht me një avion dhe spyt për të tjerët, dikush që ndan miliardat, s'do t'ja di për këto çikërima e njerëzve. Qëndron absolutisht argumenti. Ndriçim Mehmeti, faleminderit për gjitha shifrat dhe opinionet e tua. Përshëndes. Të përshëndes dhe unë të uroj ditë të mbarë dhe punë të mbarë. E përshëndesim Ndriçim Mehmetin, ekspertin e arsimit. Miq të dashur, ne bëjmë një pit stop të detyrueshëm dhe rikthehemi më njëherë pas pak, flasim pak për Izraelin.